A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahun e falenderojmë, prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet dhe selamet i dërgojmë mbi profet Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe fisnik, dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij, e pasojnë dhe e trasojnë deri në ditën e fundit yaumul qiyamah. Vlen të cekët që gjatë muajit Ramazanit, njëra prej ndodhive e cila është me vlerë për besimtarët është edhe betejë apo fitoria e Bedrit. Ku në këtë fitore shohim që ka qenë një pabarazi e madhe e kushteve mes dy luftëtarëve, mirë po mendimin Allahu Dhul Xhelal që ja bëri muslimanëve, dolën të fituar nga kjo betejë. E ku Allahu Dhul Xhelal i ndihmoi muslimanët me një ushtri ku për këtë ndimes që ja bëri e din vetëm Allahu Dhul Xhelal se çysh ka qenë, ku për këtë thot Allahu Dhul Xhelal në Kur'anin e Kerim, Allahu ju ndihmoi juve në Bedër edhe pse ishit në numër të pakët. E nëse doni të jeni mirënjohës, keni frikë Allahun Dhul Xhelal. Prandaj vëllazër, logjikisht kur e shohim dhe e mendojmë, kjo luftë është bërë në dy mënyra, në dy kushte jo të barabarta, për shkak që armiqt e muslimanëve ishin të armatosur si artilleri, po edhe si numër ishin shumë më i madh, kishin edhe shtiza, edhe armë, edhe koaj, mjete për të luftuar me të shumta krahas muslimanëve. E muslimanët që ishin të pakët në numër, mirë po ajo se çka i bëri të triumfoj, i bëri të ishin më të fortë, ishte ajo bindja që e kishin ndaj Allahu Dhul Xhelal. Ishte besimi që e kishin të pathyeshëm, të palëkundshëm ndaj Allahu Dhul Xhelal. Ishte bindja që e ndëgjonin pejgamberin alayhi salam në atë se çka e i urdhënonte apo i ndalonte. Shpesh herë mundohemi që jetën tonë ta qesim në binarët e asaj se çka e kërkon feja. Mirë po, kur na godet ndonjë sëmundje, kur na godet ndonjë sprov, e shohim që ajo fetaria jon humb, ajo bindja jon ndaj Allahu Dhul Xhelal thyhet lëkundët. E nëse dojmë që gjatë jetër kur sprovohemi, nëse na godet ndonjë fatkeqësi, pa marrë parasysh diçka që neve na mundon, neve diçka na lodh, neve diçka na bën me humb, atëherë duhet me i kujtu gjithë muslimanët të cilët para kësaj lufte kohë më herët ishin të shtypur, ishin të torturuar, të kërcënuar e kështu me radhë nga ana e armiqve të tyre e jo muslimanëve, por bindja, ajo shpresa e tyre që një ditë do të fitojnë me ndihmën Allahu Dhul Xhelal, i bëri që prej 315 luftëtarëve me dal me luftu kundër 900 luftëtarëve. E që kjo bëri me korë fitore të madhe, e që kjo fitore i bëri me u përhap në gjithë rruzullin e botës, me u përhap Islami dhe me pas këta një autoritet të madh të lartë. Ne, kur goditemi, mundohemi që jetën tonë me e marë, me jashtru apo me ja dediku ilaçeve njerëzve të kësaj dynjaje, qofshin profesor, qofshin mjek, mirë po e harrojmë atë shërusin e sëmundjeve që i ka prun këtë dynja. E shërusi më i madh, mbrojtësi më i madh, ai i cili mbështet mas shumti, patjetër që është krijuesi i gjithësisë, patjetër që është Allahu Dhul Xhelal. E kujtojmë pejgamberin alayhi salam me Abu Bekrin kur u larguan për me bë hijretin prej Mekës në Medinë, dhe kur u mbyllën në shpellën në mënyrë që ti anashkalojnë ata që ishin duke i ndjekur. Kur u afritën ata afër shpellës, Abu Bekri radiallahu anhu filloi të brengosët, filloi të mërzitet, mirë po pejgamberi Allahut i tha, la tahzan, inna Allaha ma'ana, mos u pikëllo, mos u brengos, për shkak që Allahu është me ne, me të vërtetë Allahu është me ne. Edhe nëse robi gjatë jetës së tij goditet me një sprov, goditet me një frikë, goditet me një smund, qoftë ajo sprov e anës shpirtnore, qoftë ajo sprov e anës diçka fizike, qoftë ajo diçka shëndetësore, ekonomike, apo pa marrë parasysh,
ai duhet me pas qartë e ditur që për gjitha gjanat që ndodhin në rrezullin toksor, Allahu është i ditur. Për shkak që ai Allahu Dhul Xhelal është ai i cili na vëzhgon. Për shkak që pa lejen e tij nuk ka mundësi të bij të lkundët, të bij prej lisit, prej degës asnjë gjethe. E nuk ka mundësi që sprovohet, dëmtohet e kështu me radhë një rob i tij e që është krijesa më e bukur dhe më e mirë e Allahu Dhul Xhelal. Të mundohemi që jetën tonë t'ja parashtrojmë dhe t'ja dedikojmë besimit në Zotin Dhul Xhelal. Nëse jeta jonë është e dedikume për krijuesin, është e dedikume për ato që është më meritor për me u adhuru, për me u bo ibadet, edhe sprovat, edhe goditjet e jetës tona kanë me qenë më të lehta. Një dietar i Sirijës, Sheikh Muhammed Ratib ibn Nabulsi thot: "Idha kana Allahu ma'ak", nëse Allahu është me ty, "faman ma'ak", kush mund me kon kundra teje. Po nëse idha kana Allahu alejk, nëse Allahu është kundra teje, "faman ma'ak", kush mundet me qenë me ty, kush mundet me mbroj tyje. Prandaj të mundohemi që gjatë jetës tonë të kemi qëllim vetëm që t'i bëjmë Allahut robëri, t'i bëjmë Allahut ibadet, t'i bëjmë Allahut adhurim në mënyrën më të mirë të mundshme, e që Allahu Dhul Xhelal neve këto t'na i vlerësoj, e që Allahu Dhul Xhelal t'na mbroj prej gjitha sherrave, prej gjithave sprove të dynjas, e që në fund të fundit të shpërblemi nga ana Allahu Dhul Xhelal. Mirëpo, ky ibadet, ky adhurim mos të jetë vetëm në muajin e shenjtë të Ramazanit, po të jetë vazhdimsi e muajit të Ramazanit. Për dikë mund të jetë ky muaj si fillim, por nuk duhet që ky fillim të jetë apo të përfundojë ende pa u nis, por duhet të jetë vazhdimsi edhe pas muajit të tij. Deri kur? Deri në ditën e fundit kur ti ke me dhënë amanetin e kësaj dynjaje. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Dhe adhuroj Allahun Dhul Xhelal deri kur ti ke me vdek, ke me u largu prej kësaj dynjaje. E lutim Allahun Dhul Xhelal që gjitha ibadetet tona, gjitha adhurimet tona që i bëjmë, gjitha ato amelet e tona të hajrit, të jenë në atë vijen të cilën Allahu Dhul Xhelal e ka kërkuar që me qenë, të jenë në pajtueshmërinë e asaj se çka pejgamberi Allahut e ka kërkuar. Dhe të mundohemi që gjitha ato vepra, gjitha ato amele që ka i bojmë, të jenë me sinqeritet dhe me qëllim të mirë që me u bë diçka e mirë edhe për neve, po gjithashtu edhe me ndiku edhe tek të tjerët. Wa quli qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.